Përshëndetje dhe mirë se vini në rubrikën për fëmijë. A jeni të gatshëm të zbuloni se çfarë do të thotë të jesh një karateist i vërtet? Duke marrë parasysh që karateja është një nga artet marciale më të popularizuara në botë. Pra besoj që jeni të gatshëm të zbuloni, të shikoni më të avancuarit, po edhe ata më të vegjëlit. T'ju flasin dhe t'ju tregojnë për arritjet e tyre. Qëndroni me ne, se unë jam i sigurt që mbrojtja jonë do t'jetë sulm. Përshëndetje. Përshëndetje, Si quhesh? unë që e Milta. A mund të na tregosh se si bëhet përshëndetja në karate? Po, sigurisht. A ke pasur ndonjëherë ndeshje me ndonjë karateist tjetër? Po, Si ka qenë ndjenja, ke pasur frikë? jo, Kush fitoi? ne. Ju? Më vjen shumë mirë. Ke marrë ndonjë kup? Po, sigurisht. Nga vjen ky sukses? Si çfarë mund të thuash? Kush është forca jote më e madhe, motivi më i madh? Motivi më i madh, unë kam besim te vetja ime dhe motra ime Gilda më ka ndihmuar për çdo sent, për në kata, për në lufta, por edhe treneri dhe më kanë dhënë vullnet. Zemra ime të lumë dhe të uroj shumë suksese në ardhmëri. Jam i sigurt dhe nuk dishoj as pak që do arrish shumë. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Përshëndetje, Si quheni ju? Orzana. Kam një pyetje interesante. A mund të ma bësh një goditje dhe një britmë, një bërtim si bëni ju në katat e karates, por vetëm një goditje me dorë për shembull. Po, patjetër. Okej, urdhro. Qëndro aty. Mund vish këtu. Faleminderit shumë. Nuk do të lodh unë shumë, po kam një pyetje tjetër për ty. Kush do të fitonte? Mbrojtja apo sulmi? Sulmi. Sulmi? Okej, faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Pa shparës katën tuaj dhe ishte diçka shumë e fuqishme të përgëzoj. Faleminderit shumë. Do na tregosh se si quheni? Unë quhem Ada Murtezan. A keni ndonjë moto që do ndërlidhnit me karaten, apo ndonjë fjalë të urtë, apo kështu që ndërlidhet me karaten? Po, sigurisht. Motoja ime është puno më shumë dhe beso në vete. Çfarë mund të më thoni për krahjen? A i keni marrë përkrahjen nga prindërit për shembull? Kam një përkrahje të madhe prej prindërve, prej shoqërisë, është një knatësie e madhe.
Gëzohem, disa fjalë, si do ta përshkruani trajnerin tuaj? Trenerin tim e kisha përshkruar motivues, i durueshëm dhe jam krenar që kam atë trener. Çfarë do të më thoni për teknologjinë dhe telefonat celular kohën e fundit dhe trajnimin, karaten? A ka arritur që teknologjia disi ta largoni ju nga përdorimi me këtë përkushtim që keni ndaj karates? Po, karateja më ka bërë të largoj, të kaloj më pak kohë në teknologji, sepse prej stërvitjeve. A mund thoni se mësoni çdo herë diçka nga kundërshtari juaj, nga çdo deshje që keni para jush? Po, sigurisht. Keni hasur ndonjëherë në humbje? Po. Si e perceptoni humbjen? E perceptoni si diçka të nevojshme, perceptoni si disfat, si dështim, apo si forcim? Unë e marrë si forcim dhe mësim. Të bëjmë një mundje me dorë, okej, hajde. Mirë, e gati? Kamera e kemi këtu? Zoomin? Okej, 3, 4. Cili është çelësi i të qenurit një karateisti suksesshëm sipas jush? Si që dim, klubi Karates Forca është hapur që në vitin 2002 dhe që atëherë s'kemi ndalur së korori suksese. Që atëherë dhe kjo është e gjitha falë trenerit tonë, që gjithaherë në ka përkushtuar kohën e tij, punën e tij të palodhur dhe gjithmonë ka qenë pranë nesh, na ka stërvitur si në mënyrën e duhur dhe falë atij ne kemi arritur deri këtu ku jemi. Dhe klubi Karates Forca vazhdon duke arritur suksese edhe më të mëdha se kaq. Cila është fjala që ka më së shumti pesh në karate? Stërvitja, pasioni, nuk e di, dashuria për sportin? Fjala që ka më shumti pesh është, të them të drejtën, janë të gjitha. Por nëse unë do kisha caktuar njërën që është më rëndësishme që ka pesh më të madhe, do kisha thënë që dëshira dhe pasioni madh pas sportit, ose me që sporti im është karateja, kisha thënë që është karateja. Pasioni madh. Sa është e rëndësishme të kesh mësuesin e mirë, mësuesin e duhur? Është e rëndësishme të kesh një trener që gjithmonë është pranë teje dhe të përkushton kohën e tij, e ndan kohën e jetës së tij për të kushtuar tënden, që ti të kesh sukses në të ardhmen, të kesh një të ardhme të ndritur. Ti si gjenerat më e re dhe babi si gjenerat më e vjetër, si e menaxhon këtë me fëmijët gjeneratës tënde? A i ke më lehtë? Të them të drejtën, sinqerisht, kur jemi jashtë klubit, unë jam si shoqe për ata, si motër e madhe. Domethënë, aty edhe i dua, edhe bëhem si shoqe, flasim bashkë, kalim kohë së bashku, i qortoj kur duhet, kur e shoh që nuk janë në rrugën e dur, por kur jemi këtu, ata mua më kanë trenere. Domethënë, duhen krejtësisht të më respektojnë në mënyrën siç duhet. Përgëzoj
shumë për këtë përkushtim që ke mund të shikojnë si të tu se ke shumë pasuri edhe shpirtërore, edhe vizion dhe të uroj shumë sukses të kesh. Shumë faleminderit për ju. Faleminderit shumë dhe miropafshim me gjëra të reja dhe me suksese të tjera. Faleminderit. Më trego, çfarë mendon para se dalish në ndeshje me dikë? Cilat janë mendimet e para që të shkojnë ndërmend? Do humbas, do fitoj, do jap më të mirën? Sigurisht, si çdo sportist është ai stresi, por nëse sportista profesional, atë stres kemi dhe adrenalin. Duhet ta largojmë, duhet të jemi sa më të qetë, por dhe mendimin e trenerit e gjithë puna bëhet më e lehtë. Para se të dal, kam shumë besim në vetvete dhe vetëm do them që doja dal. A mban ndonjë, të themi, regjim të ushqimit caktuar apo nuk ka lidhje, mund të konsumosh dhe të hash çfarë të duash, derisa ushtron dhe apo i djeg kalorit? Do të hash ushqime të shëndetshme, aty do të mbash një rutinë, aty do të hash fruta, gjëra të shëndetshme, proteina të tjera. Shumë përgjigje e mirë, shumë përgjigje e mirë, shumë e mirë. A e analizon kundërshtarin kur del në ndeshje, apo direkt shkon në sulm, apo një herë e analizon kundërshtarin? Njëherë e analizoj kundërshtarin me taktikat e trenerit, ai më ndihmon mua që kur të shkoj dhe kur të mbrohem. More pjesë tani në turneun e fundit? Po, turneu e fundit ishte Tetova Open, ajo ka mbajtur në Tetov, ai ishte turnir ndërkombëtar që kanë marrë pjesë shumë shtete dhe shumë garuesh, ajo garë ishte e fortë dhe kishte shumë pjesëmarrës. Performove ti atje? Po, unë e performova dhe i mora 2 vende të para në komite. Si quhesh? Unë quhem Abubekar Neziri. Ke medalje, çmime të ndryshme? Po, kam përmit 80 medalje dhe 50 janë të para. Ndalu, e dëgjova mirë, 80 medalje? Po. Kur i more atë shumë? Por kam patur shumë gara dhe kam ndalë edhe në komit, edhe në kata dhe mora shumë medalje të vendet të para. Edhe ndërkombëtare jashtë shtetit? Po, vendin e parë. Dhe shkoj me kampionin e fundit për sot, por jo të vetmin. Si e? Mirë, ti. Mirë, faleminderit. Si quhesh? Unë e Sluma. Ke fituar ndeshje me siguri? Po. Po, më duhet ta pohoj, ta dëgjoj nga ti. Sa medalje ke marrë deri tash? 22. Çfarë mendon para çdo ndeshjeje me kundërshtarin tënd? Që të sonje dhe ndëgjoj trenerin, luftoj, stres patjetër. A i keni gjithmonë këto konsultimet me trenerin para ndeshjes? Po. Të dashur, pra ky ishte materiali që kemi përgatitur sot për ju. Unë jam i sigurt që na përcollët dhe patë se sa shumë fëmijë të suksesshëm kemi ne në mesin ton dhe ju uroj shumë suksese të më tutjeshme. Tani, mos harroni të na ndiqni edhe herave tjera në emisionin Ritmi i ditës, rubrika e fëmijëve me mua Asdren Çelikun. Faleminderit.